Isha diku 10 vjeq. Në 4 vitet e para të shkollës kishim vetëm një mësuese shqiptare. Burrat u andalonin qikave shkollën pas 4 viteve me arsyetimin se shkolla i prisht, por djemti ndreqte, dërsa vajzat i bënte shkina. Të njëjtët libra, e njëjta shkollë, djalin e bënte dietar, vajzën të përdal, të rrezikshme për familjen dhe ftyrën e fisit. Unë atëherë nuk e kuptoja çfarë trishtimi kishin ata në grenat e tyre. Një frikë primitive, atë që madhe sa i kthente qikat në makina pune. Pa zë, pa mendim, pa drejtim. Një tu që i shëndëron të gratë në pajisje elektrike, ndeze, fike, puno, mas fa. Mirë po, ku shkonim të mjeku, infermierët ishin shkina. Si fmi nuk arria ta shpjegoj pse shkojmë të shkina për shërim, por vetë nuk duhet të kemi infermiere. Ajo epok, për fat, ka ikur, por nuk është shtukur. Aty këtu ende kultivohet ajo mendësi e vjetër që e trajton gruan si robot modern. Me zemër njeriu, por me pritshmëri hekuri. Përdore, udhzoje, nështroje, dominoje, le të funksionoje si pajisje elektrike shtëpiake. Kjo është me rëndësi dhe e moralshme për ata që besojnë se diskrimimi dhe nënshtrimi antarëve të familjes i bën burra. Në fakt, ata janë sklever të mesjetës. Sklever! Sklever!